Të dashurit e mi, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo musliman për të cilin 4 veta dëshmojnë me dëshmi të mirë, Allahu do ta fusë në xhennet. E pyetën dhe i thanë, ja Rasulullah, e nëse dëshmojnë 3, e nëse dëshmojnë 2, tha, edhe për atë që dëshmojnë 3, edhe për atë që dëshmojnë 2, ka me hy në xhennet. Dashurit e mi, ata të cilët i kemi njohur për nga afër, e të cilët i kemi përcjell për në botën tjetër, e një pjesë të tyre edhe të rrethit, e të lokalitetit, e të miqësisë, e të shoqërisë tonë, i kemi njohur për njerëz të mirë, i kemi njohur për njerëz fetar, i kemi njohur për njerëz adhëtar, i kemi njohur për njerëz dashamirës, i kemi njohur për njerëz të pastërt. I madhi Zot Dhul Xhelal bëje këtë dëshmi tonin argument për gjithë ata dhe ato cilët dhe cilat na kanë kalu në botën e përtejme, kanë ardhur tek madhnia jote, bëje këtë dëshmi tonën argument që ti falësh, ti mëshirosh, ti kesh pranë mëshirës tane, pranë faljes tande, sepse kthimit e ti është siguri, kthimit e ti madhi Zot është lumturi, kthimit e ti madhi Zot është rahati, kthimit e ti është dashuri për gjithë besimtarët dhe besimtarët, sepse kthehemi tek ti që na ke kriju, na i nje kapacitetin tonë, mundësitë tona dhe e ki dashurinë dhe faljen e madhe për ne. Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, në tokë ka aq shumë sa për të mjaftu nevojtar të njerëzve, por nuk ka aq shumë sa për të mjaftu lakmive të njerëzve. Në tokë ka shumë ka, sa për t'ju mjaftu nevojave të njerëzve. I madhi Zot ka zbrit rrezik, ka zbrit bollëk për t'ju mjaftu nevojave të njerëzve. Atyre njerëzve që e falenderojnë riskun e Zotit, për riskun e Zotit falenderojnë. Atyre njerëzve kam ju kanë mjaftueshme kur janë të kënaqur me caktimin dhe me furnizimin e Zotit Dhul Xhelal. Ata të cilët kujtojnë shumë vështërsi dhe kur ta shohin këtë që e kanë përpara, janë skajshmërisht falenderues ndaj Zotit Dhul Xhelal për këtë mirësi dhe për këtë dhunti. Për këta njerëz ka mjaftueshëm në tokë për me i kry gjitha nevojat, por nuk ka aq sa për t'ju mjaftu lakmijave të tyre. Një pjesë e njerëzve kanë lakmi të madhe, ego të madhe. Sa që kjo lakmi dhe kjo ego po ja vërbën sytë e tyre, për mos me pa as një mirësi që Zoti Dhul Xhelal ja ka dhuru këtyve. Kjo lakmi dhe kjo ego e tyre i ka bërë aq të pangopur, sa që asgjë nuk po ju mungon, por gjithmonë i shohim duke ngare, duke vrapu për të marrë ende diçka, e për duke mos e ja dit vlerën kësaj që e kanë në pronësinë e tyre para syve të tyre. Ju lutëm në këtë ditë xumaje, në këtë fillim ditës xumas, vetëm shiqani mirësit dhe begatit që javë ka dhonë Zoti, që i keni tash, e që para 10 viteve, 15 viteve, 20 viteve,
E keni pas ëndja, po ndoshta për shumë sende të këtilla që i kemi, as nuk kemi mendu se do ta arrim. A nuk meriton Zoti me u falenderu? A nuk meritojmë na zemrat edhe mendjet e tona me u qetësu? A nuk meritojmë na me u vetë kënaq me këtë që Zoti na e ka dhuruan? Wallahi, nëse jemi duke e falenderu pak, dije që nimeti i Zotit do të na ikë nga ne, shumë shpejt do të na ikë. Andaj, në tokë, ka mjaftueshëm për me i kry nevojat e tona gjithë se cili. Por nuk ka mjaftueshëm për ata lakmitarët, për ata që janë të pangopër. Kje ngjason si kur në këtë pikë zhegu vere, na e kem për obligim fetar, edhe nëse jemi duke marrë abdes rreth detit me kursy ujin. Shiqani, ne nuk kursejmë ujë, sidomos në Kosovë, na nuk kursejmë ujë, burë. Ju që jeni jashtë, ju ja dini vlerën e kurseni ujin shumë. Për Zotin e lom ashtë edukate e madhe, me ja dit vlerën këtij nimetit ka shtë madh, që Zoti Dhul Gjelal ka kriju nga uji çdo gjë, dhe ujin e ka bon jetë e ka bërë. Na urdhnon Zoti neve muslimanëve, kur të marrëm me abdes, edhe nëse jemi në skaj të detit, me kursy ujin. Besoni, na kur të marrëm me abdes na për shtëpitë tona, na i hargjojmë 50 litra, 60 litra, bile do këtu të shadërvani 100 litra, se thojmë shka i esia, i e mirë, të loni janë në kra, a qeshmja aty qëtë, me presion uj, do thot qëtë. Po se harrova aty më të folë tani krajnë tjetër, 30 minuta qeshmja, do thot aty lëshut, për me marrë një abdes, që ka nevoj abdesi një që i falë vaktët 5 herë në ditë, me një gotë ujit merr abdes, bile i tepran. Me një gotë ujit merr abdes, bile i tepran. Për këtë doshurit e me, duhet bëhemi nga ata që gjithmonë ja dim për shëqër atësaj mirësijës që Zoti Dhul Gjelal na ka dhuru. Doshurit e me, thot Mustafa Sibai, Allahu e mëshiroft, nëse e vërteta nuk ka shtet, atëherë e kota ka pushtet. Nëse e vërteta nuk ka shtet, e kota ka pushtet. Dashurit e mi, jemi në kohën kur vërtetohet ajo që ulemaja e kanë thonën, nëse e keqja e organizuar, ka me mundur të mirën e pa organizuar. Kur të organizohet e keqja, besoni që ka me mundën të mirën që nuk është e organizuar. E mira tek ne muslimanët është duke notuan natyrshëm, pithojnë këtë gjuhën asfaltume. Qetë. Kush po ka qef, pe merë ka pak, po e shtyn do thot ka pak. Mirë, po për të mirën nuk jemi të organizuar, të mobilizuar, edhe për këtë arsye nuk jemi të mujt me dalë triumfus. E keqja sot është e organizuar, për këtë arsye është duke dalë triumfus në disa vende dhe momente. Nëse e vërteta nuk ka shtet, atëherë e pa vërteta e kota ka pushtet. Dhe nëse hajri e mira nuk ka zë, atëherë sherri e keqja do të përhapët shumë shpejt, do të merë jehon të madhe. Për të vërtetën, dashurit e mi, duhet kemi zë, duhet flasim, duhet punojmë, duhet veprojmë, duhet ta promovojmë të mirën. Të mirës duhet të japëmi zë. Fatkeqësi që sot zë është duke marrë kota, e pa vërteta
Dhe një pjesë e njerëzve po dojnë me u bind, sepse e keqja e liga na ka ploj që të gjithve. Është koha imediate sot që ne për të mirën të organizohemi, të mirës të japmi jehon, të mirës të japmi zë, të mirës të japmi shtytje, të mirën ta ndihmojmë edhe ta përkrahemi. Besoni dashurit e mi, që shumë e njeriu flet për të mirën. Ja qet gjua nga një fjalë për të mirën. Po kur të shohmi sa organizohemi dhe sa e përkrahemi të mirën, dele rezultati hiç. Aty ka lëzoj vesh një kështu shumë shpejt blec. Praktik. Nga data 24 e korrikut, deri par dje ka nejt faktura e rrymës e varur këtu me 115 euro. Që 3 javë së një ke bo 115 euro me pagu? Subhanallah. Sa ndihmojmë në të mirën, qaq kemi bereqetna. Sa jetu shpenzu për diturien, në familje, në shpi, qaq ki në shpijen tonë intelektual. Sa je duke lexu, qaq je i ngritur në aspektin intelektual. Sa je duke ndihmu dhe përkra, qaq Zoti ka më ta kthyë edhe është duke ta dhonën. Kjo është mënyra reciproke. Të mirën shumë pak jemi duke e përkra, të mirës shumë pak jemi duke i dhonën zë, dhe shumë pak jemi të ndo ku për të mirën. Të dashurit e mi, thot njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit, cilat janë shenjat e Islamit tënd, cilën e ke. Të gjithë pretendojmë dhe besojmë se kemi një fetarizëm, kemi një lidhje të mirë me Zotin, ati i qofsh mi falë. Të gjithë pretendojmë, mirë po a kemi shenja, cilat janë shenjat? A shtëpia jonë, shtëpi që i përngjan një fetarit? A shtëpia jonë? Orendit, bisedat, muhabetet, koha namazit kur të vjen, forma e pritjes mysafirve, ushqimet, servimet, a janë islame, shpijat e tona. Të ardhërat e tona, a përkojnë me islamin? Të ardhërat e tona, apo kemi dëshirë veç me utrash gjepi dhe nuk jemi duke shiqu as një rrugë qysh jemi duke e fituan këtë para. Po të njëjtën kohë shpenzimet e tona, a përputhen me islamin shpenzimet e tona? Ku jemi duke i shpenzu? Për çka jemi duke i shpenzu? Parët e tona ku janë duke shku? Dashurit e mi, nuk është ndaluar veç fitimi haram, është ndaluar edhe shpenzimi haram. Është ndaluar edhe shpenzimi haram. Njëjtë janë këto. A janë takimet e tona, bisedat e tona islame? Apo vetëm ibadetet, ritualet, praktike janë islame? Po, unë jam të falë, unë jam të agjëru, unë jam të shkuën haqë, unë jam të bërë këtë, apo atë, neve këtyve jemi t'ju thonën islame. Dashurit e mi, bisedat, nejat, veshjet, ushqimet, sjelljet tona, takimet tona, çdo gjë, a përkon me islamin? Këtu është manaja dhe këtu duhet jetë brymosja e gjithë neve, trive, trejave, plegjve e çdo njerit do thot nga një. Dashurit e mi, më ka pëlqy shumë ngjarja e Xhafer ibn Abi Talibit, Allahu i mëshiroft, me Nejashijun, me një mbret. I thot, ne ishim një popull ignorant. Tash pi thot mbretit, ne ishim një popull ignorant, adhuranin idhuj, kemi ngranë ngordhësira, bënim vepra të turpshme, i shkputshmi lidhjet farefisnore, sillemi kesh me fqinjet, dhe i forti prej nesh
gjithmonë e ka shtyp të doptin. Subhanallah, subhanallah. Sot jemi në 2026, Allah ilën dëgjoni me vëmendje edhe njerë, çdo fjalë. Kjo po flet për kohën e xahiljetit. Mos rastësisht ndaj një është edhe sot. Thot ishmi popull, i adhuranim idhujt. Mos e merrni adhurimin dikush ato adhuru vallai edhe sot. I hanim ngordhësirat. Sa jemi të kujdesshëm te ushqimet e tona dhe çfarë forme jemi të ngrënë. Bënim vepra të turpshme, i këputshmin lidhjet farefisnore, silleshim i keq me fqinjet, dhe i forti prej nesh gjithmonë e ka shtyp të doptin. Kështu ishmi derisa na dërgoi Allahu Dhul Xhelal një njeri, është fjala për Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ne e njenim prejardhjen e tij. S'ka ma mirë se sa mi njof njerëzit dashurit e me. Amani ju kuft, amani ju kuft. Njehni njerëzit. Edhe kur sot një miqësi, kur ta lidhni, njihni bre njerëzit? Njihni, ato ta lyp dikush vajzën, dënë me martu djalin. Njihni bre? Apo ka ardha koha, tha, u takun dy familjarët, tha vallai, po vesta për dikan, a më ta dhonë qikën, a më së më ta dhonën. Kur u këthy të shpia, zhurëm, të rejt djali me rejen, nona me qikën, zhurëm, krejt luk të shku në shpi. Kë min njerë këthejet e mi, thot për hajt kuft. Thot po veta, për hajt kuft, erë të shpia, pëthojnë e dhash qikën, vallaj. Thot pa vete dikan, vallaj, thot, o tuta se aj po del me vejt para meje. Kur të vjemë nëj pa shpijen tonë lugë, dhe e marbur ma mirë për hajtë kufë tyje, s'pi qes puna ti me ardhë heqë, ty ben nëj martë. Ty be do thot nëj martë. Thot deri sa ka ardhë kjo njeri, na e njemi shmim prej ardhin e ti, besnikrin e ti, pastërtin e ti. A i na thirit e ka Allahu, që ta adhurojmë vetëm atë një, të braktisim gjdo gjë që bjen desh me besimin në Zotin Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellaluhu. Por, na urdhëroj të flasim mirë. Na urdhëroj të flasim të vërtetën. Ta mbojmë amanetin. Ti mbojmë lidhjet farefisnore. Të sillemi mirë me fqenjët. Të largohemi nga të ndaluarat dhe nga gjakderdhja. Në ndaloj gjdo vepër të turpshme, në ndaloj dëshmin e rreme, në ndaloj ngrënjen e pasurisë së jetimit, në ndaloj shpifjen ndaj njerëzve dhe ndaj grave të ndershme, na urdhëroj të adhurojmë Allahun dhe mos t'i shoqërojmë atij asgjë, si dhe na urdhëroj namaz, zekat dhe agjerim. Dashurit e mi, na urdhëroj për gjitha këto. Këto janë shenjat e një besimtarit dhe besimtarës. Këto janë shenjat. Na jemi tu i tregu dikuj se shenja jamja që jam i mirë, jam të falë. Jam të agjeru. Mos u livdoni. Mos ja tregoni kuj se ti për vete je të falë. Sot shenj për mi ju livdu dikujna, ashtë po folke mirë, s'po përgojoj ke askand, ish unifikus, ish i dashur, ish human, ish i moral shumë. Gjitha këto janë shenjat. Dashurit e mi në rizot Zotit, kur t'ju pyet dikush, cilat janë shenjat e filan djalit apo filan vajzës, që janë shfetari mirë, këtë duhni mi ja treguan, jo do thot adhurimin. Dashurit e mi, përderi sa po lexoj Imam Gazali, është njëri nga ulemat e mëdhej të Islamit dhe libri i tij Ihya Ulumuddin, ringjallja e dijeve fetare, më tërhoqin në vëmendjen ideja se feja duhet mësoj kur është pyet sa duhet me mësun nga feja. Thot duheni me mësun nga feja o musliman, aq sa keni nevoj tash për momentin me praktiku. Mos e ngarko vetën me ato çka nuk mundesh me i qitë në praktik.
gradualisht. Gradualisht, do të thotë duhesh me mësu. Fejen duke mësu e duke e praktiku. Jo do të thotë mësimi me qenë dikun tjetër e praktika askund. Si pas ti, njeriu do të njën nga feja ato gjëra që ka ndërmend t'i zbatoj. Sa ma shumë që ta aktivizohet besimtari dhe sa ma shumë t'i zgjerohet rrethi ndikimit të ti, aq më shumë do t'a lartësoj punën e ti, jetën e ti, zhvillimin e ti dhe mbi të gjitha dijen në jetën shpirtërore të tina. Mësimi do të jetë i lidhur direkt me veprimin. Në moment që na e bagazhojmë diç dhe nuk e praktikojmë, aja herdo kur do komunikon domin ton, bile në botën tjetër, Zoti ka me u premtu, kush e ka pas një njohuri, kush është pyet për një njohuri, dhe nuk e ka shpërnda me të tjerët, thot, decisivisht, ulgji me yawm al-qiyamati bili jamin min an-nar. Në botën tjetër ka mu lidh me një litar nga xhehenemi. Pse e ke pas këtë njohuri? Pse e ke mësu këtë njohuri? Pse e pyet? Po të tjerëve nuk u a ke shpërnda. Imam Gazali thekson se edhe diskutimet fetare duhet të rrotullohen rreth nevojave konkrete të besimtarëve. Fatkeqësia e kohës. Bisedat e fetarëve të sodit nuk korrespondojnë me veprat e tyre, me kohën dhe me kërkesën e tregut. Na sot zihemi për do mesele që pasha Zotin e lom, po që feni a ban me ra me dur, a ban me ra me gjoj. O vlla, vesh falu, bjen desh me dur, desh me gjoj. A monit kuft. Vesh të kish sjellje të mira, a monit kuft. O hoxha ban mu lidh për funi këthinza, për mi këthinza, ku mu lidhen? O burr, veç sjelljet e mira ti kish. Veç t'jesh i dobishëm për masën në përgjithësi. Veç le ta sheh hajrin dikush tyje. T'jesh i pastër e komunikus, t'jesh i dashur e human, mos t'i nxjerrësh problem kërkujna heq. O burr, bjeri Zotit sejdë ati qofsh mi fal. Veç i mirë t'jesh. Bisedat e trive dhe të rejave fetar sot nuk korrespondojnë me realitetin dhe me kërkesat e jetës dhe të tregut. Për këtë, jo pak dietar pas tije kanë përqafu këtë qasje, duke pohuar se pyetjet janë jashtë lidhjes me një çështje praktike, janë të papëlqyeshme të bëra, e aq më pak meritojnë përgjigje. Ky alem shpesh nuk ju ka përgjigj shumë pyetjeve, sikur që dojmë me bën edhe nasët. Edhe nasët dojmë me bën, do thot këtë. Çka? E njeriun, ose ju përgjigj ju diçka tjetër. Përgjigj ju do thot diçka tjetër. Arsyeja. Kur i kanë shku këti një grup i trive, i kanë thonën, i kemi do të ri po na vinë xhami doth. Po thojnë se ma se vapash me shku në xhami doth. Por çka marr, thotë, a janë në rregull? Jo, po thojnë Rasulullah i shpesh herë s'ka pas çka me mbodh nga kpuc nga nallët, ka shku doth në xhami. E çfarë po dojnë ata? Thojnë janë atë praktiku sunetin e Muhamedit alayhis salam. Thotë që ty besen s'ka kanë të bëhen. Jo, thotë po, thotë më na dhon përgjigje, jo thotë s'kam përgjigje. O hoxh, po çfarë alimi ti? Qysh me ju kthy atyve pa përgjigje? Thot ai diçka, unë përgjigje kam sa dush me ju dhon juve. Ama ata nuk po menoj kanë me kok. Ata po menoj kanë me komb. Trunin e pas kanë te kombt. Unë për komb nuk kam përgjigje. A për trun? Të fullirati me këtë gjuhën e sotit. Sa dush argumente, ato po menoj kanë me komb. Amoni ju koft, o besimtare, shtine në funksion mendjen. Megjithatë, sot vërejet një fenomen i kundërt. Qasje të cilat me vrullin e një tufani kthehen rreth temave që edhe po t'ju gjenin përfundimin nuk do të na qanin askund. Temat të tilla edhe nëse sqarohen çdo detaj i tyre,
lën pas një boshllëk të plot. Edhe po të ngjallën nga pluri i shekujve, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se vdesin mendësisht ata që merren me to. O dashurit e mi, ulemaja e mëdhej e Islamit i kanë sqaruar dhe i kanë lanë. Sot na vdohet, dashurit e mi, uniteti. Sot na vdohet unifikimi. Sot na vdohet përkraja njëri tjetrit. Sot na vdohet, sidomos në këtë kohën e islamofobave, në këtë kohën e njerëzve që janë bërë e gërsira për më na përqa neve muslimanve, na vdohet urtësia e mendimit, urtësia e shprehjes, na duhet një mendje e qeltërt, jo që ngjall tema të debateve, jo që hap varr të hasmërisë, mirë po që ngjall tema që neve na forcojnë edhe na unifikojnë. Na mujna me pas na i mendim ndryshe prej njëri tjetrit. Po Imam Shafiu, Allahu e mëshiroft, e ka sqaru, thot, mendimi jem është i vërtet, ka mundësi mu kanë edhe gabim. Mendimi yt është gabim, po ka mundësi mu kanë edhe i vërtet. Hajde të punojmë aty ku pajtohemi, e ta falmi e ta mirëkuptojmë njëri tjetrin aty ku nuk pajtohemi. Pashat madhen Zot Dhul Gjelal, aty ku pajtohemi janë me kubik, tema e diskutime. Aty ku nuk pajtohemi janë pak, që apo kapësh bre që aty? Që apo kapësh? Nuk na vlejohet ne me thonë, one nuk shkoj me ngu këtë hoqë se kjo e ka këtë mendim. Po ti cilin mendim e ki? Ka qenë ja gadull këtu në Kashanik e kina pas rahmet i pas shpirtin, i burri madh, një adhletari i vjetër i madh, e ka jetu në Lucern, në Zvicrës, e pas jacijës i kishin qitë do mandarina, pa gadullës gjatë dorën edhe merë mandarinin më të madh. E qohet një gjemat lid njënit, i thonë, aga dull, qyshti e mërë e matë madhin, pse nuk prite pak? Thot, po e mërë a burë, thot, po pse nuk prite pak, nashta unë e kisha zgjatë dorën, pani nëse e kisha zgjatë dorën, thot ti, cilën mandarin e kishe marë? Thot, që të voglën, ani merë sa dush pas ka të vogla. Unë e ku marë të madhë, ti, merë burë, se pas ka sa dush pas ka në bejtën. Kështu është edhe këtë din islami yni, dashurit e mi. Në realitet, shpërqendrimi i besimtarëve në rrjetet sociale me çështje që nuk sjellin dobi, as në dynja, as në ahiret, është tallje hajgare në përkëmbje e fjalës së Zotit xhallashanuhu e xhallaluhu. Ke pa kur t'ja nisin të shoh aty në internet, kur të shfaqet ky alimi i dynjas, A ky qëtu 6 kilometra në Ferizaj, kur koma në asfalt si ka shkela? Vesh ky u bon djetari i Facebookit është bon. Ka dalë murë, pak ma qetë. Për këtë dashurit e me, neve kemi nevoj për mendime unifikuse, për falje dhe për mëshirë. Për vllaznillak, për unifikim. Këto duhet jenë temat e tona në përgjithësi. Dhe krejt në fund që sqaron këtë, ligji ndëshkon krimin pasi të ndodh. Feja ndërton njeriun para se ta bëj krimin. Feja, kjo është qëllimi fesë. Ta ndërtoj njeriun, ta parandaloj njeriun, ta vetëdison njeriun, për mos me bon krimin. Kurse ligji të ndëshkon, ai dikur, masi ta bëjsh krimin. Feja ka një dallim shumë, një përparësi shumë të madhe. Keni pa ligjet e sodit denojnë për një gabim që e ke bo, por nuk të shpërblen për një të mirë që e ke bo. E ligjit madhit Zot, fjala e Zotit Dhul Gjelal, të shpërblen për të mirat që i ban, e prit, gjatë prit. Kur pi bje pishman,
kur po pendohesh për një gabim eventual që e ke bo. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma